Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 25 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. (25 korrik). Ngjarje. 1547 u kurorëzua mbreti Henri II. 1593 Henri IV i Francës publikisht konvertohet nga protestant në katolik. 1603 James VI u kurorëzua si mbreti i parë i Britanisë së Madhe. 1799 në Abukir në Egjipt, Napoleoni i parë i Francës mund të 10.000 Osman në udhëheqje të Mustafa Pashës. 1853 vritet Joaquin Murrieta, banditi i njohur si Robin Hood i Eldorados. 1892 themelohet klubi futbollistik gjerman Hertha BSC Berlin. 1892 Lindje. 1985 lindi Nelson Piquet Jr., pilot garash i Formula 1 brazilian. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Werner Heisenberg, i cili ishte një fizikant i njohur. Werner Heisenberg lindi më 5 dhjetor të vitit 1901. Ai ishte djali i Dr. August Heisenberg dhe gruas së tij Annie Wakelin. Babai i tij më vonë u bë profesor i gjuhëve greke të mesme dhe moderne në Universitetin e Munichut. Heisenberg shkoi në shkollën Maximilian në Munich deri në vitin 1920, kur ai shkoi në Universitetin e Munichut për të studiuar fizikë. Gjatë dimrit 1922-1923, ai shkoi në Göttingen për të studiuar fizikë nën Max Born, Frank dhe Hilbert. Në vitin 1923 mori doktoraturën në Universitetin e Munichut dhe më pas u bë asistent i Max Born në Universitetin Göttingen dhe në vitin 1924 ai fitoi vënia legjendi në atë universitet. Nga viti 1924 deri në vitin 1925, ai punoi me një Grant Rockefeller me Niels Bohr në Universitetin e Kopenhagës, duke u kthyer për verë në vitin 1925 në Göttingen. Në vitin 1926, ajo emërua pedagogi fizikës teorike në Universitetin e Kopenhagës në drejtimin e Niels Bohrit dhe në vitin 1927, kur ishte vetëm 26 vjeç, u emërua profesor i fizikës teorike në Universitetin e Leipzigut. Në vitin 1929, ai shkoi në një turne leksionesh në Shtetet e Bashkuara, në Japoni dhe në Indi. Në vitin 1941, ajo emërua profesor i fizikës në Universitetin e Berlinit dhe drejtori i Institutit Kaiser Wilhelm për fizikën atje. Në fund të luftës së dytë botërore, ai dhe fizikanë të tjerë gjerman u kapën rob nga trupat amerikane dhe u dërguan në Angli, por në vitin 1946 ai u kthye në Gjermani dhe riorganizoi me kolegët e tij Institutin për Fizikën në Göttingen. Ky institut u riemërua në vitin 1948 Instituti Max Planck për Fizikën. Në vitin 1948 Heisenberg qëndroi për disa muaj në Cambridge të Anglisë për të mbajtur leksione dhe në vitin 1950 dhe 1954 u ftua të jepte leksione në Shtetet e Bashkuara. Në dimrin e viteve 55-56 ai mbajti leksionet Gifford në Universitetin Andrews në Skoci. Këto leksione u botuan më pas si një libër. Gjatë vitit 1955, Heisenberg ishte i zënë me përgatitjet për largimin e Institutit Max Planck për fizikën në Munich. Akoma drejtori i këtij instituti, ai shkoi me të në Munich dhe në vitin 1958 u emërua profesor i fizikës në Universitetin e Munichut. Më pas u riemërua Instituti Max Planck për fizikën dhe astrofizikën. Emri Heisenberg do të lidhet gjithmonë me teorinë e tij të mekanikës kuantike botuar në vitin 1925, kur ai ishte vetëm 23 vjeç. Për këtë teori dhe aplikimet e saj që rezultuan veçanërisht në zbulimin e formave altropike të hidrogjenit, Heisenberg u nderua me çmimin Nobel për fizikë në vitin 1932.
Teoria e tij e re bazohej vetëm në atë që mund të vëzhgohej, domethënë rezatimin e emetuar nga atomi. Ne nuk mund, tha ai, t'i caktojmë gjithmonë një elektronin, një pozicion në hapësirë, në një kohë të caktuar, as ta ndjekim atë në orbitën e tij, kështu që nuk mund të supozojmë se orbitat planetare të supozuara nga Niels Bohr ekzistojnë në të vërtetë. Madhësitë mekanike, si pozicioni, shpejtësia e të tjerë, duhet të përfaqësohen jo me numra të zakonshëm, por me struktura matematikore abstrakte të quajtura matrica, dhe ai formuloi teorinë e tij të re në termat e ekuacioneve të matricës. Më vonë Heisenberg deklaroi parimin e tij të famshëm të pasigurisë, i cili përcakton se përcaktimi i pozicionit dhe momentit të një grimcë të lëvizshme përmban domosdoshmërisht gabime, produkti të cilave nuk mund të jetë më vogël se konstantja kuantike h, dhe se megjithëse këto gabime janë të papërfillshme në shkallën njerëzore, ato nuk mund të injorohen në studimet e atomit. Në vitin 1957, Heisenberg ishte interesuar për punën mbi problemet e fizikës plazmatike dhe proceset termonukleare, si dhe shumë me bashkëpunim të ngushtë me Institutin Ndërkombëtar të Fizikës Atomike në Gjenevë. Ai ishte për disa vite kryetari i Komisionit të Politikave Shkencore të këtij instituti dhe më pas mbeti antar i këtij komiteti. Kur u bë në vitin 1953 presidenti i fondacionit Alexander von Humboldt, ai bëri shumë për të çuar përpara politikën e këtij fondacioni, i cili ftonte shkencëtar nga vende të tjera në Gjermani dhe ndihmonte ata të punonin atje. Që nga viti 1953, puna e tij teorike u përqendrua në teorinë e fushës së unifikuar të grimcave elementare, e cila i duket si çelësi për të kuptuar fizikën e grimcave elementare. Përveç shumë medaljeve dhe çmimeve, Heisenberg mori një doktorat nderi në Universitetin e Bruxelles, të Universitetit Teknologjik, dhe së fundmi në vitin 1964, ai mori urdhrin emeritës së Bavarisë dhe kryqit të madh për shërbimet federale në Gjermani. Ai është antar i Shoqërisë Meteorore të Londrës dhe kalorës i urdhrit të meritës. Ai është antar i Akademive të Shkencave të Gontiven, Bavari, Saksonia, Prusia, Suedi, Romani, Norvegji, Spanjë, Hollandë, Rom dhe në mjaft vende të tjera. Gjatë viteve 1949 deri 1951, ai ishte president i Këshillit Gjerman të Kërkimeve dhe në vitin 1953 ai u bë president i fondacionit Alexander von Humboldt. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vitaminës B3 ose niacinës, ku mund ta gjejmë këtë vitaminë kaq të rëndësishme dhe në cilat ushqime gjendet ajo. Çfarë sjell mungesa e kësaj vitamine për organizmin ton? Niacina ose vitamina B3 është një vitaminë B e tretshme në ujë që gjendet natyrshëm në disa ushqime. Dy format më të zakonshme të niacinës në ushqim janë suplemente si acidi nikotinik dhe nikotinamidi. Trupi gjithashtu mund të konvertojë triptofanin, një aminoacid, në nikotinamid. Niacina është e tretshme në ujë, kështu që sasitë e tepërta që trupit nuk i duhen ekstretohen. Niacina vepron në trup si koenzim, me më shumë se 400 enzima të varura prej saj me reagime të ndryshme. Niacina ndihmon në shndrimin e lëndëve ushqyese në energji, krijimin e kolesterolit dhe yndyrnave, krijimin dhe ripranimin e ADN-s dhe ushtrimin e efekteve antioksiduese. Por cilat janë nga burimet ku ne mund të gjejmë niacinën? Mishi i kuq, mishi i viçit, mëlçit, shpendët, peshku, orisi i kaf, drithërat, arrat, farat, bishtajoret, bananet. Niacina është në dispozicion si një suplement në formën e acidit nitonik. Ndonjëherë sasitë në suplemente janë shumë përtirë dhe as duke shkaktuar efekte anësore të pakëndshme. Suplementet e niacinës janë gjithashtu të disponueshme, por ato duhet të merren vetëm me miratimi nga mjeku juaj. Por cilat janë disa nga shenjat e mungesës së niacinës? Mungesa e niacinës është e rrallë sepse ajo përthithet mirë nga shumica ushqimeve, me përjashtim të disa kokllave të drithërave, të cilat niacina lidhet me fibrat e saj, duke ulur përthithjen. Ajo gjendet në shumë ushqime. Një mungesë e niacinës çon në gjendje që shkakton skuqjet e errët. Gjithashtu mungesa e niacinës përfshin depresion, dhimbje koke, lodhje, humbje kujtese, halucinacione. Por cilat janë grupe të rrezikuara për këtë mungesë? Njerëzit të dietat e cilëve është të kufizuar si në shumëllëshmëri, ashtu dhe në sasi ushqimesh, si ata që jetojnë në varfëri ose që janë shumë të sëmurë dhe nuk mund të hanë një dietë e ekuilibruar, janë në rrezik të shtuar nga mungesa e vitaminës B3. Alkolizimi kronik,
Thithja disa lëndëve ushqyese, veçanërisht vitaminave të tretshme në ujë, duke përfshi familjen e kompleksit B, zvoglohet në marrjen e tepërt të alkoolit. Por sa niacin duhet të marrim? Sasia e niacinës që duhet të marrim varet nga mosha. Fëmijët duhet të marrin 2 deri në 16 mg në ditë vitamin B3, meshkujt 16 mg në ditë vitamin B3, gratë 14 mg në ditë vitamin B3, gratë shtatzënat duhet të marrin 18 mg në ditë vitamin B3, ndërsa gratë të cilat janë në gjithdhënie duhet të marrin 17 mg në ditë vitamin B3. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i shndrueshëm dhe me diell. Deportimi i anticiklonit afrikan do të sjellë temperatura të nxehta në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 42 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 25 deri 38 gradë Celsius, Kukës 21 deri 30 gradë Celsius, Peshkopin 26 deri 36 gradë Celsius, Tiranë 27 deri 41 gradë Celsius, Durrës 28 deri 32 gradë Celsius, Kavaj 29 deri 32 gradë Celsius, Elbasan 26 deri 42 gradë Celsius, Berat 26 deri 41 gradë Celsius, Korç 20 deri 32 gradë Celsius, Vlorë 28 deri 38 gradë Celsius, Gjirokastër 25 deri 37 gradë Celsius, Sarandë 27 deri 33 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 37 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 24 deri 35 gradë Celsius, Podujev 22 deri 37 gradë Celsius, Skëndera 23 deri 36 gradë Celsius, Pejin 22 deri 35 gradë Celsius, Prishtinë 24 deri 37 gradë Celsius, Gjakov 24 deri 37 gradë Celsius, Malishev 24 deri 37 gradë Celsius, Gjilan 23 deri 36 gradë Celsius, Feriza 20 deri 36 gradë Celsius, Kaçanik 25 deri 35 gradë Celsius, Prizren 22 deri 36 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, u ftoj na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe u ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.